a do të tërhiqet nga dëshmia e tij vrasës si Nureddin Dumani, dhe a ka thënë të vërtetën për prokurorin? Në 8 muaj do të ketë rëmë me vllajin. Kur është tera fundi që ke folur me vllajin? Unë me vllajin më fol para javë kom qenë e takuar. Në dini s'ka që të rrigjit më. Ato që mendoj që të rrigjit apo të humbë stacën vetëm se shpresojnë kot. Po shpresoj që shpresa të punit, po i garantoj që i kam marrë shpresa me kohë. Do mbajnë në presion vllajin tënd? Vllajin s'kan të mbasë presion, se të qërtojnë fjalë, po i ruin deshit për presion, po problemi se nuk kanë të presionit punën e tij, se ai nuk ka planuar klasë për çfarë din, për çka kanë gjumë me vesh, si po flasun me ty tash. Ka flas, ka fol çka ka bëu ai. Ti thua që vllai jot është më i rëndësishëm se të gjithë të tjerët që janë bërë deri tani në shpitar drejtësisë. Ore, nëse nuk ka as nuk do ketë. Pavarësisht se u bë, a është problem për ne që u bë, ose është problem, po problemi që e vërteta tite nuk ka dytë. Nuk përzihem punët e tij, se çka ka bëu ai, çka ka më me vllajin tim pastaj për këto gjëra që s'kan bëjmë punë tona, brendshme. Sot ai është atje, po jam 100% i sigurt e në për çdo një që drejton që nuk ka asnjë lloj rënë. Të gjitha me fakte, me prova, me baza, me gjitha, se çallapin këto pastaj, jo po rrende, jo po srende, jo po mbron vllajin e vet, jo po mbron këtë. Me që mbron të dashin, ai për dashin ka folur. Ai ku ka folur për vllajin e vet, nuk besoj se ka një më shumë se vllai vet. Ka folur për dashnoren, në fakt kur ka marrë pjesë në ngjarje. Po pra, atje ato mendon ti që ai kur tregon për vllajin e vet ka në termin ato fisligjet. Po ju nuk jeni në spagun, ju jeni me këto. Po ne me spakun merremi, po spaku po na jep ato se çfarë dëshiron spaku, nuk po na jep ato se çfarë është. Se spaku nuk po bën drejtësi, spaku po bën është një emision që u ka myt ju si media, e ne jep informacione, do çaj jep ju emjen e interprestoni, ja pikin si gjithë. Edhe ai bën show. E nxjerr një fraksion këtu, një fraksion atje, një fraksion këtu, një fraksion atje. Amo se kush çfarë bën spak mëna, po pse nuk nxjerr spaku, ore, kush e vrau, kush e vrau. Vllai jot tani po bën gabim që ka bashkëpunuar me drejtësinë, duhet qenë që ti dhe vllai tjetër s'po pranoni. Atë nuk mund të shikoj ai bën është i madh vet. Ai varr për komplet vetë, di vetë çfarë bën. Pa ju ka rrezikuar jetën, ai ju ka rrezikuar jetën juve? Ja. Nuk rrezikon jetën, por jo në atë formë, në çdo formë. Duke qenë që ai flet për shumë ngjarje, ma ai keni frikë në një akmarrje? Askujt si tremen. Asem tranquillt. Unë devis jam jetën. Çfarë ka ndodhur në takimin e zhvilluar në burg mes dy vëllezërve Nureddin e Dashnor Dumani, pasi këtë të fundit e kanë ekstraduar në Shqipëri? A ka treguar Nureddini edhe për ngjarje ku është përfshirë vllai i tij Dashnori? Po ky i fundit a ka pranuar të bashkëpunojë me drejtsinë? Ja çfarë thot i vllai i tyre i vogël. Se vllai Dashi ka pas bazat. Kënë që ushtari, ndezimi ushtarë të Talës, kam pas gjithë prosedurën, gjithë dosin. Unë e di që Dashnori, vllai juaj, nuk ka pranuar të marrë statusin e dëshmitarit edhe ai, dhe nuk ka pranuar të flas. I bie që vetëm Nureddin Dumani po flet tani për momentin. Ka folë, nuk ka ai që ka folë ai, ju s'keni pas gjë, po problemi është që çfarë bën spaku, atë është për të parë. Po Dashnori, edhe ai s'ka pranuar me bashkëpunim, për çfarë? Po, normalisht e kanë takuar. Edhe ai po i bi telefonin, ka i thënë. Normalisht e takojmë. Po pse s'ka pranuar me bashkëpunim? Sepse di çfarë tamë se të pranon dëshim. Po nga biseda që ke bërë ti? Po në çfarë mos unë as nuk është i klasi, as nuk është i mos klasi. Ai ka një unë jam me vogël moshë nga të dy. Edhe nuk jap nuk të ndryj në vendimin e tij çfarë bën ai. Po Dashnori është mërzitur për këtë fakt? Flet me Nureddinin ai? Po jam takuar. E di kur kanë ardhur, kur e ekstraduan Dashnorin e kanë çuar dhe janë takuar bashkë, po nuk kanë arritur të binden për të vënë bashkëpunim me ai. Për pa.